Moment i papritur pranë pishinës që ndezi reagime në shtëpinë e Big Brother Kosova. Atmosfera pranë pishinës në shtëpinë e Big Brother Kosova ishte e lehtë dhe e gjallë, siç ndodh shpesh gjatë orëve të ditës kur banorët përpiqen të çlirohen nga tensionet e lojës. Muzika dëgjohej në sfond, dielli ndriçonte oborin dhe Alba po kërcente pranë pishinës, e qeshur dhe energjike, duke u përpjekur ta shijonte momentin dhe ta kthente atë hapësirë në një vend argëtimi. Në atë çast, situata mori një kthes të papritur. Dolce, e cila ndodhej pranë saj, e shtyu Alben dhe ajo humbi ekuilibrin, duke rënë në pishinë. Gjithçka ndodhi brenda pak sekondash. Aq shpejt sa shumë banorë mbetën të habitur për një moment. Pas rënies në ujë, reagimi i shtëpisë ishte i menjëhershëm. Shumica e banorëve shpërthyen në të qeshura, duke e parë ngjarjen si një moment spontan dhe komik. Zhurma e të qeshurave përfshiu oborin, ndërsa Alba doli nga pishina e lagur, mes habis, nervozizmit dhe përpjekjes për ta marrë situatën me sportivitet. Ky moment u komentua gjatë mes banorëve. Disa e panë si shaka të tepruar, disa si lojë pa qëllim të keq, ndërsa të tjerë e konsideruan si një veprim që mund të ishte shmangur. Ajo që u vure ishte kontrasti mes të qeshurave të përgjithshme dhe ndjesisë së sikletit që mbeti pezull për disa çaste. Ngjarje të tilla tregojnë se sa lehtë mund të kalojë kufiri mes shakas dhe situatave të pakëndshme në një ambient ku njerëzit jetojnë bashkë 24 orë në ditë. Pishina, që zakonisht është vend relaksi dhe argëtimi, u kthye për pak minuta në qendër të vëmendjes së gjithë shtëpisë. Momenti i Albës që bie në pishinë u bë një nga ato skena që ndahen mes humorit dhe debatit. Për disa, një situatë për të qeshur, për të tjerë, një shembull se si veprimet spontane mund të kenë pasoja dhe të krijojnë tensione të panevojshme. Në Big Brother Kosova, çdo gest, çdo reagim dhe çdo e qeshur analizohet nga banorët dhe publiku njësoj. Dhe ky episod pranë pishinës dëshmoi edhe një herë